Selam aleikum të dashur miq, po takojmë bashkë në këtë takim të radhës të drejt për drejt përmes emisionit e thëna e pa thënë me Hoxhën Ekrem. Sot do të flasim rreth rëndësisë zgjedhjes së rrugës së drejtë që duhet marrë besimtari kur ndodhet në momente të vështira të jetës, kur ndodhet në udhkryqet e jetës. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se takojmë. Pse në momente udhkryqi duhet pasur apo duhet shtuar kujdes? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mendoj se arsyet janë të shumta, nuk është vetëm një. E para, nëse i themi udhkryq, aty mund të ketë më tepër se një rrugë. Jo, më tepër se një rrugë gjithsesi, po më tepër se një kalues, nuk je vetëm ti. Do të shiku edhe për parsin, kush do të me kalu, ndikujt mos më nxon rrugën, ose vjen dikush edhe kështu me radhë. Arsyeja tjetër që mendoj në aspektin e simbolikës së kësaj që po pyet ti, është përgjigjja ndoshta bazë. Është se udhkryqi ta jep më tepër se një mundësi të zgjedhjes. I ki dy apo më tepër rrugë për të udhkryqit për të zgjedhur. Nga do të shkojsh, edhe nuk janë të gjitha që të çojnë në destinacionin e synuar. Aty ku je nisti, nuk të çojnë të gjitha rrugët. Andaj ti do të jesh në mes dilemës ose e din se cila është rruga e saktë dhe atë do të ndjekësh, ose ka ndonjë sinjalizim të caktuar i cili të tregon se aty ku ja kem sy ti, shkohet kësajt. Ose dosh me ndal dikon edhe me e pyet. Nuk ka zgjidhje të tretë. Me shku sy mbyllur azi, edhe me thonë, hajt po jam baj që kënej të shohim, aty pastaj mundësia me gabu është po aq e madhe sa mundësia me ja qëllu, e kur flasim për udhkryqet e jetës, konsideroj se nuk ja vlen rrezikimet e këtilla. Sepse pasojat janë afat gjata. Shef, në çdo udhkryq nëse e huç rrugën, dush me u kthy mrapa. E jeta nuk ka garanci se t'jep afat të mjaftueshëm për me u kthy mrapa për me e fillu sërish rrugën jetësore, atë të qëlluarën. Kur flasim për udhëzimin e besimtarit, edhe kur flasim për atë udhëzimin hyjnor, cilin krijuesi i gjithësisë e ofron për secilin. Që kjo duhet të jetë rruga që zgjidhet që nga udhkryqi. Po, aty veç e ka një përparësi se prej aty ku je, nuk është e domosdoshme të kthehesh mrapa. Mjafton vetëm nga aty ta ndjekësh diskursin e duhur. Pra është rrugë e duhur, por nuk nënkupton që do të jetë rrugë e lehtë. Jo, çka dua të them kështu është, bujar. Një njeri jeton vite, dekada të jetës vet në rrugën e gabuar. Po. Edhe në moshën 40 vjeçare, 50 vjeçare e gjen udhëzimin. E kupton se kjo nuk pas ka qenë rruga e duhur, por rruga e duhur është një rrugë tjetër. E tash në këtë rast ai s'ka nevojë me u kthy mrapa, për arsye se edhe e ka të pamundur. Në jetë nuk mundesh me u kthy mrapa. Vitet nuk mundesh me i kthy, nuk mundesh as me i kompenzu. Por udhëzimi hyjnor është aq i mirë saqë në mënyrë automatike të çet në rrugë. Nëse ti ke dëshirë edhe gatishmëri me ndjek atë udhëzim, edhe këtu pastaj gjithë ajo që është humbur në të kaluarën kompenzohet me gatishmërinë e secilit për të ecur në të ardhmen andej ka duhet. Edhe në këtë rast vlen ajo thonja e famshme që e ka formuluar dikush prej dietarëve, kujdesu për atë që ka mbet, Zoti ta rregullon atë që ka kaluar. Edhe s'ka më e mrekullueshme se kjo. Pra ajo që përshkruhet figurativisht se në udhkryq duhet pyetur dikë nëse nuk dim se ku të shkojmë. Në këtë rast ka rëndësi edhe ku po drejtohemi dhe kujt po kërkojmë ndihmë. Pa pikë dyshimit që po. Në Kur'anin famadh janë të paktën 2 ajete që thot Allahu i madhruar, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetini ata që din, ata ehle dhikr bile nuk ka thonë as të zotët e dijes, as të zotët e mendjes. Po njohësit. Po ka thonë ehle dhikr. Dhikri është diçka që të mban të këndellën. Të mban në vëmendje edhe në kujdes të caktuar. Për atë arsye tham, a duhet kujdes në udhkryq, që s'duhet kujdes. E tash te udhkryqi, ty më tepër se çdo gjë tjetër të duhet kujdesi, e ata të cilët ta mësojnë kujdesin,
ata do t'i pyetni nëse ju nuk dini, në një ajet vijues ka ardhur bil bejinati wa zubur. Ata të cilët janë të kujdesshëm, po janë edhe të këndellur, janë edhe të zgjuar, ata që do t'i pyeteni, që do t'i pyesni, ata që janë të udhëzuar dhe të zgjuar me argumente të qarta, edhe me mësime të dëshmuara. Kështu që gjithsesi në jetë ti do të pyesësh për arsye se asnjë njeri nuk i di të gjitha, asnjë njeri nuk është i vetëm mjaftueshëm as në aspektin e dijes, as në aspektin e pasurisë, as në aspektin e në gjitha aspektet, pra kërkosh nuk mundet të jetojë, të mbjetojë në mënyrë sovrane. Por në aspektin e dijes gjithsesi vjen shprehja ajo që ka thënë Zoti i plotfuqishëm, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, mbi çdo të ditur ka edhe më të ditur. E kësaj ti gjithmonë jo vetëm gjatë jetës, po gjatë ditës, në bazë ditore ose javore, ndodhesh në udhkryqe të ndryshme. Të desha t'i pyes, është vazhdimisht njeriu në këtë sprovë. Po, jeta është plot udhkryqe. Të zgjedh mes të mirës dhe të keqes. Përveç asaj, ti nganjëherë ndodhesh në udhkryq, nuk ke të bash të zgjedhësh mes të mirës edhe të keqes, po kesh të bash për një punë të cilën ti e di se është e mirë. Por a ta bëj, a mos ta bëj, se udhkryqi këtu është momenti i duhur, a është vepra, si me thonë, e përshtatshme për këtë moment, a është e mundshme, realisht, ndoshta unë e filloj, por nuk mundem me e bë, a jam unaj që personit cilin e pret kjo vepër për ta kryer kështu me radhë. Këto janë udhkryqe në cilat ne do e mos përballemi me nevojën për me i njoft përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe shqetësimeve, e të cilat komunikimi pastaj me njerëz në rreth që i kemi, me dashamirë në radhë të parë, por jo vetëm dashamirë, por dashamirë me kompetencë. Ata i pyesim edhe ata na këshillojnë, në një farë mënyrë e plotësojmë njëri tjetrin me aftësinë e të menduarit edhe me dijen që Zoti na e ka dhënë. Tash njeriu i mençur pra nuk është do e mos i gjithditur, por njeriu i mençur unë konsideroj se duhet ti mes tjera është i ketë parasysh dy gjëra. E para, për çka nuk di, duhet të pyes. Edhe kjo është, si me thonë, një bindje bazike që duhet të ekzistojë te secili prej neve. Dhe e dyta, që është përparësi e madhe kush e ka për dilemat e ndryshme, shqetësimet e ndryshme, për mosdijet e ndryshme, me mujt thjesht me i ditë adresat ku do të me u drejtu për me pyet. Për arsye se ti edhe mundesh me e pas ka dishmërinë, me pyetje, mu interesu për me gjetë një përgjigje, por Zoti na rujt me kërku përgjigjen në derë të gabuar, edhe mund të lajthitesh. Kështu që ai mençuri që është në një gradë të avancuar të përparësisë, është ai i cilin mes tjerash edhe e di se ku janë përgjigjet. Para ca ditësh lexoja thënien e njërit prej dietarëve, fliste për gjendjen e njohësve të mirëfillt të fesë edhe të sidomos të legjislacionit fetar, asaj që quhet fik me degëzimet e veta. Thot nuk është marrë, për shembull një dietar mos me i ditë disa detaje të dijeve në të cilat ai ka kompetencë. Po. Por thot është marrë edhe dobësi për te mos me ditë ku gjenden ato. Do thonë ndonjë gjë nga njerëz të kujtohet mirë, po e di se Allah filan hadithi mundet me qenë në koleksionin e Buhariut të lypi të filan kapitulli. Edhe e gjen, ose filan ajeti ta mërmenja se është në mes dy sureve, po së të kujtohet në cilën, kapi edhe shfletoj të dy ato suret edhe e gjen. Mirë, po me thonë një ajet, e di se është në Kur'an, po se di ku ndodhet, kjo është pak problem. Edhe pse kjo është problem si përfaqësor, do të thonë që ndoshta edhe njerëzit më të thjeshtë, jo dietarët, duhet mos me e pas, por edhe gjona më detajume nuk është marrë mos me i ditë, po është marrë mos me pas aftësinë me i gjetë. Në kohën kur po jetojmë ne tash, edhe dalim pak prej temës së njohurive të avancuara fetare, të dalim në jetën e përditshme, edhe sot konsideroj me këtë avancim teknologjik, edhe me këtë avancim të mundësive të komunikimit. Nuk është marrë mos me ditë, por është marrë mos me pyet. Ose është marrë me thonë, valla nuk di kon me pyet. Për shembull, Kosova i ka
Kosova i ka mija hoxhallar. Menoj që mund t'i ketë mbase përmi 1500 hoxhallar. Ndoshta edhe më tepër, ky vlerësim jam është i vrasht. Edhe tash në kaq sa jemi banor, i bie pothuajse një hoxh në 1000 banor. Parafërsisht. Edhe me dal dikush me thonë valla unë kisha pas qef me ditë diçka rreth fesë islami, pas po di ku me pyet. Po menoj është e pa justifikueshme. Tjetër është dikush që s'don, s'po flasim për ata njerëz. Pra është mundësia. Mundësia është shumë e madhe, andaj edhe në këtë kohë, pra edhe pse kemi udhëkryqe të shumta, por kemi shumë sinjalizime, kemi shumë udhërrëfime, kemi shumë harta, kemi shumë navigime, jo vetëm në jetën e përditshme, po edhe në kuptimin e orientimit edhe fetar, edhe të udhëzimit, është turp të thuash smujta me gjetë rrugën. Por ajo që është rëndësishme është që në këto momente vendimtare që duhet të forcohet lidhja me Zotin, apo jo? Nëse s'kemi lidhje me Zotin, atëherë këtë këto biseda që ka po bëjnë s'kan vlerë. Për shembull, nëse themi, a din ç'është lidhja me Zotin? Lidhja me Zotin është sigur ai synimi ku ja kem sy. I nis prej shtëpisë, po don me shku dikon. Edhe ti kur e din se ku je të shku, atëherë duhet me e ditë se cila është rruga që çon në atë vend. Se nëse ke dalë ti prej shtëpisë vetëm me bot xhiro, atëherë ti s'ke nevojë kërkon me pyet cila rrugë çon filon vendin se ti si të shku atje, ti je thjesht tu e humb kohën, tu e shpenzu karburantin, tu e lodh makinën, edhe tu e kalu kohën tonë. E tash nëse ki synim, të vyn edhe informacioni për destinimin ku ja kem sy. Ne po flasim kur njeriu nuk është lidhja jote me Allah. Kur njeriu nuk e din ku të shkojë. Pse udhëzimi është i domosdoshëm në çdo hap, në çdo moment vështirësie. Bujar, jeta jetohet vetëm një herë. Edhe pikërisht këtu qëndron vlera edhe rëndësia e saj shumë e veçantë. Që realisht një gjatë cilën e kemi si mundësi, por mundësi të vetmet, pa përsëritshme, atë nuk bën në asnjë mënyrë me e djeg. Pra mundësinë që Zoti ta jep vetëm një herë, nuk bën me e çu dam. Për arsye se s'ki ç'e kompenzon. Edhe duke qenë kështu, jeta duhet shihet shumë seriozisht. Ndërsa ai i cili e çet hapin e parë ka serioziteti i konsideratës për jetën. Në këtë aspekt i ka disa pyetje të cilat eventualisht munden me mundu, e cilave do të më gjetë përgjigje. Nuk është prapë po them, nuk është e vështirë më gjetë përgjigje. Pra është aktiv në kërkimin e udhëzimit. Po pra, domethënë fillimi i kërkimit të udhëzimit është në pyetjen pse ekzistojnë, ka kam ardhur dhe ku kam me shku. Çka po bëj në këtë jetë? Cili është roli im? A kam rol apo thjesht unë jam vetëm numër, kam lind, do të jetoj sot për nesër, do të punoj për me mbjetu edhe në fund edhe do t'i mbylli syt, po nuk e di masanej çka do të bëhet. E kjo është ajo humbja, çumja dam e jetës, si mundësi e artë dhe kështu hoq pa udhëzim njeriu duket i kufizuar. Pra nuk di ku të shkoj. Apo jo? Bujar. Kjo është kufizimi. Me qenë, unë e menoj kështu. Me qenë të humbur në një pyll të dendur. Edhe për një mend, ka situata, ka raste, kur me u gjendë në një hapësirë të atill, mos me qenë i shkaft në orientim, e ke problem me dalë prej asaj hutije, prej asaj humbje. Po me qenë i shkaft, ose të paktën me e përdor mendjen, logjikën, atëherë ja lehtëson vetës edhe mënyrën e kërkimit të udhëzimit. Për shembull, dikun që është errësirë, e lyp dritën. Dikun që është, si me thonë, derisa po flasim për hapësirat e kufizuara, dikun që është, për shembull, dikun ku nuk ka ajër ose oksigjen të mjaftueshëm, e lyp nga po vjen ajri dhe oksigjeni. Edhe në këtë formë, do më thonë, logjika jote, mendja jote, mendjekthjellësia jote, të shpije ka adresa e udhëzimit. Edhe kur jenë në kërkim të udhëzimit, jam shumë i bindur që Zoti i gjithësisë, i cili i sheh të gjithë edhe i mbikëqyr të gjithë, duke i pa ata që mundohen me e gjetë rrugën, jam shumë i bindur që edhe shpirtin nuk ja u merr pa ja u mundsu me e gjetë rrugën. Historikisht ka pas njerëz
që kanë udhëtu, janë të regjistru me historia, i ka regjistru udhëtimet e tyne jetësore në kërkim të udhëzimit edhe Zoti i ka shpërbly me gjetjen e rrugës së drejtë. Edhe unë menoj që për secilin kjo është një ofertë e pamohueshme, të cilën secili prej neve mundet me shfrytëzu. Kjo nëse dojmë me thjeshtësu edhe pak, i bie që kur thotë Zoti këtë do Allahu e udhëzon, këtë do e lën në lajthitje, kjo këtë do është nuk është e palogjikshme, nuk është e pa arsyeshme, nuk është pa urtësi. E ka urtësinë e vetë, duke e pas parasysh se Allahu për një mend është sovran në dëshirën e tij dhe në vendimet e tij që i merr, në atë që vendos edhe mirë, po ai sovraniteti i Allahut fuqiplot bëhet edhe më i përkryer kur e kemi parasysh edhe urtësinë e tij. Që dëshira e tij nuk varet, nuk është e lidhur thjesht me një diçka që s'ka kuptim. Dëshira e tij është e lidhur me diçka që ka kuptim, me diçka që ka arsye, me diçka që ka urtësi, e urtësia është vërja e gjanave në vendin e vet. Dhe kësaj Allahu i madhruar kur ndonjërin e udhëzon ose ndonjërin e lë pa udhëzim, edhe kjo i ka arsyet e veta, ani pse në shumë raste për neve ato mund të jenë të pa shpjegueshme, ose jemi të pa aftë për t'i zbërthy deri në detaje. Por jam shumë i bindur, duke pas parasysh tash edhe ajo thash sovraniteti i Zotit është i përsosur, të e pas parasysh urtësinë e tij, po kjo pastaj bëhet edhe më e përsosur të e pas parasysh edhe gjithëmshirën e tij. Edhe dashurinë që ka për robërit e vet edhe për krijesat, e që u ofron atyne mirësi pafund, edhe u jep mundësi të pakufizuara dorën zemër. Edhe në këtë rast ai njeri i cili e synon udhëzimin, ai njeri i cili në udhkryq megjithatë e ka brengën, cila është rruga e duhur për jetën time, unë jam shumë i bindur të mbështet në gjithë atë që na ofron Kurani lidhur me konceptin për Zotin, se si është Zoti, në tërë këtë ai i cili për një mend synon edhe sinqerisht synon me gjetë udhëzimin, unë jam shumë i bindur që Allahu i madhruar ka më mundësu me gjetë udhëzimin. Dhe i përmendet të mirat, pra, gjithë ato të mira që na i ka dhënë Zoti Hoxh, si duhet t'i shohim? Si qëllim apo si mjet? Njeriu nuk mund të ketë shumë qëllime ose shumë synime në jetë. Synimi duhet të jetë një. Edhe ai synim sa më i kompletuar, edhe sa më final të jetë, ai do të ngërthej në vete të gjitha ato që eventualisht dikush mund të konsideroj se janë synim. Për shembull, synim dikush mund të ketë këtë gotë me ujë. Ndërsa ne nuk e kemi synim gotën me ujë, ne gotën me ujë e kërkojmë edhe e lypim edhe e përdorim atëherë kur kemi etje. Por nuk është synimi ynë as shuarja e etjes. Pse? Për arsye se kemi diçka më madhore se kjo. Etja na pengon që të jemi të freskët, të jemi aktiv, të jemi në rregull, produktiv e kështu me radhë, kështu që edhe etjen e shuajmë për shkak se dëshirojmë të veprojmë më shumë. E pse veprojmë shtrohet pyetja, prap nuk jetojmë vetëm për të vepruar. As nuk jetojmë vetëm për të punuar, e as veç si synim final, shpresoj të mos keq kuptohem, edhe vetëm për t'i bërë Allahut ibadet. Është vërtet që Allahu na ka kriju për t'i bërë Allahut ibadet, por ne ibadetin kur e bëjmë, e bëjmë për me arrit diçka edhe për te ibadetit. Po na çon drejt ahiretit. Bravo. Edhe për te ibadetit është kënaqësia e Allahut fuqiplot. E kënaqësia e Allahut fuqiplot, nëse mendojmë rreth saj edhe nëse analizojmë ashtu si duhet, kemi me e pa se ajo në vete i ngërthen të gjitha ato që kushdo prej njerëzve, në kuptimin pozitiv të fjalës gjithsesi, të gjitha ato që kushdo prej njerëzve mund të konsiderojë se i ka synime, që i bie të arriturat e dunjas. Valla, po kam qef me pas jetë të mirë edhe komode në këtë dunja. Me pas një standard të mirë, me pas një shtëpi të rehatshme, me pas një familje që jeton në harmoni, me pas të ardhurat mjaftueshme për me jetu dignitetshëm, pastaj me pas një sukses në karrierë, me pas një të arritur në profesion. Megjithatë, këto duhet parë si mjet.
Të gjitha këto, po, ai që e ka, unë çto po du me arrit, dikush këto i ka synime. Dikush ka synim, për shembull me bën një shtëpi ose një banesë. Edhe në situata të ndryshme, dikush ndoshta 30 vite jeton edhe punon për çto. Edhe na kemi kësi nënsynime me pas një banesë, me pas një shtëpi, me pas një streh. Mirë po, krejt këto, kur e kemi synimin final me arrit kënaqësinë e Allahut fuqiplot, krejt këto arrihen. Edhe duke qenë se këto arrihen, edhe kur arrihen ne jetojmë me to përkohësisht, atë sa na ka dhënë Allahu mundësi edhe afat. Për arsye se në këtë jetë jemi përkohësisht. Mundesh me qenë shumë i pasur, milioner, miliarder, edhe të ka dhënë Zoti jetë me jetu sa të dush, 80 vite, 90, 100 vite. Po në fund, çka do të ndodhë me ty? Prap ki me vdek. Në momentin që vdes, çka prej asaj pasunie ki me marrë me vete? Kur gjo? Kretë ki me elan. E ka rregullu Islami edhe punën e kësaj. Shef, sikur të ishim duke thonë, ose sikur të kishte hapësirë që të kuptohej, apo ma mirë me thonë të kesh kuptohej, se Islami me gjithate e synon, ose e promovon varfrinë, pasivitetin e prapambeturinë e kështu me radhë, atëherë nuk do të ishte zeqati shtyllë e Islami, as haxhi. Nuk do të... Që përket të pasurve. Bravo. Nuk do të përmendeshin gjitha të regula të shitblerjes, që nuk besoj të ketë ndonjë ligj ose tërsi ligjesh në botë që i ka detajizu dhe i ka regulu kaq bukur sa Islami. Pastaj nuk do të kishte kaq shumë udhëzime se si duhet jetë trashëgimia. Për arsye se unë nëse vdes i bankrotum fëmijëve të mi që ka ju vynë regullat e trashëgimisë, çka kanë me nda. Mirë po Islami shumë bukur ka të regu se cili është pozicioni i dunjas. Edhe këtu unë menoj se këto njerëzit nga njëre kanë keq kuptimin e tyre kur flasim ne për shembull, kur flasim për zuhdin si koncept islam që i bie mos me tërheq dunjaja deri në gremin. Edhe mos me u boti shërbëtori dunjas, po dunjaja me të shërby ty. Që është zuhdi? Zuhdi nuk është probavimi fukarallëkot. Edhe kërkun nuk shkruan se fukaraja është zahid, aje aplikon zuhdin, ndërsa i pasun i smunë. Përkundrazi, unë menoj që fukaraja s'munët me të regua është zahid asasht. Për arsye se pejshkafit ka me hik doraj për mena të regu neve se është i përmbajtë. Pra, dunjaja e ka vendin në dorë, e ka vendin në posedim, nuk e ka vendin në zemër, edhe këtu pastaj rregullohen krejt këto. Nuk duhet parë si e përhershme, por si urë për pikërisht, po edhe ti shehet që është dush, por realisht në dy pyetje, 3 pyetje, cilit do m'ja bo, e shesë... Kjo kur është e qartë, që nuk është e përhershme, atëherë... E atëherë ai synimi final që është kënaqësia Allahut fuqiplot, e përfshin edhe dunjan. I përfshin edhe të arriturat e dunjas, edhe të arriturat e profesionit, edhe të karrierës, edhe të zanatit, edhe nga njerë edhe me ngop, shef se na me gjithat e jemi njerës bujare dhe egoja njerëzore duhet të menaxhohet, por është e pamundun të menaxhohet, në vërtet e pamundun, është e vështirë, se ka dikush që egon e ka shtri për tokë edhe e ka shkel me 2 kom të veta, mirë po për njeriu në rëndam, çfarë jemi ne, është e vështirë të arrihet një gjë e tillë, andaj menaxhimi e egos mbetet një sfidë e cila ka me na shoqëruar në vazhdimsi, edhe ka njëherë edhe besimtari ka nevojë me ngop egon e vet brenda një kornize që nuk e shkel kufinin e Allahut fuqiplot. Brenda një kornize që e përfshin halalin, ndërsa e përjashton haramin. E ngop egon me një kënaqësi, për shembull kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë sahabiut Handhales, nëse zgaboj, kur është taku Handhale me Ebu Bekrin, a ishte Handhale ai, i thotë si e ke punën Ebu Bekri, thotë jem bo munafik. Pse? Thotë se kur po jemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po na duket se po e shohim xhenetin me sy. Si po shkojmë te shtëpia, po i harrojmë shumicën e xhanave dhe po merrem me punë tjera. Ebu Bekri thotë vallahi dhunet njëjtën gjendje e kam. Hajde shkojmë te pejgamberi, ankohem edhe kur shkojnë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregon se besimtari megjithatë nuk ka mundësi të jetojë në atë nivelin
më të lartë të asaj që kushtimisht po e quaj entuziazm imanor. Në njëre ki imanin full, po s'munësh me e majt atë tempo gjatë gjithë jetës. Pse? Për arsye se ti ndoshta je duke falë namaz nate, për shembull. Edhe jetu kënaq, tu e përjetu, duket vetja se shkove në xhenet. Po për një moment cingron zilja e telefonit, ose zilja e derës, ose hiç zgjohet fëmia duke çajt. Ti e ki të obligume, pastaj me u tërhik prej asaj bote, edhe me u kthy kënej në realitet edhe me këshyrë, çka ka fëmia që po çan. Ndoshta e ka një hall që do të me dërgu te mjeku në gjysmë natës, e kështu me radhë krejt ato. Po du me thonë që kjo është jeta. Edhe ai i cili e kupton se çysh funksionon jeta, mundohet parimisht me arrit balansin, ekuilibrin në mes synimet të asaj që duhet synu si synim final, edhe arritjes së gjithë arriturave dhe sukseseve dhe fitoreve tjera në këtë jetë kalimthi, ai që e kupton këtë, ai realisht e ka kuptu komplet udhëzimin jetësor. Edhe ai nuk lajthitet në për udhëkryqe të ndryshme jetësore. Nëse dikush menon se jeta funksionon ndryshe, jo çështo, ai gabon. Edhe ai që i jep jetës së kësaj bote komplet interesimin, energjinë, synimin, edhe harron që ka edhe diçka për te, edhe ai gabon. Po edhe ai i cili menon se shkohet në xhenet duke e shpërfill këtë botë, çysh do me e fitu xhenetin ti, a do të më fal? A do të më fal namaz? Po, ku ki me bo sejdë? Në tokë, qëto. Në që tokë të cilën Allah i madhruar e ka botë të gjithën të përshtatshme për ibadet. Po, ku ki me bo sejdë nëse s'ki shtëpi? Ku ki me bo sejdë nëse s'ki xhami? Ku ki me bo sejdë nëse s'ki komunitet të organizum? Ku ki me fal namazin nëse s'ki një muezin i cili ka me të thirr, një imam i cili ka me të pri, një bashkësi islame i cili ka me organizu jetën fetare? Ku? E bon t'i sejdë dhe në thu, unë e falem në rrugë, falem në parking, falem në fush, në vend punës, e kështu më radhë. Po, ama ato janë vende emergjente për t'u falë. Në ditë pushimit, ti s'munësh me shku me thonë, qelva derën e kompanisë, aty ku punoj, ka mu falë, se s'po kam ku mu falë. Jo, në ditën e pushimit, ki mu falë dikun tjetër. Dhe, hoqë, e filluam me një udhëkryq. Pastaj e përmendet që jeta ka vazhdimisht udhëkryqe. Por pse kemi nevojë çdo ditë të kërkojmë udhëzim nga Zoti? Madje shumë herë në ditë, sipas nëse referohemi pra leximit të Fatihas. Shumë bukur e ke thënë. Bujar, fillimisht para se të përgjigjem këtë, më leja të them udhëkryqet jetësore nuk janë të gjitha të njëjta. Ka udhëkryq që nëse këtu e merë të themi kushtimisht kthesën e gabume, masanej prap mundesh me mrivesh të bjen pak ma rrotull, ose të merë kohë ma shumë, ose pak ma shumë shpenzim, po apet mrin aty ku e nis. Këtu nëse e merë atë drejtimin e duhur, me ma pak mund mrinte ai synimi i nivelit tolt. Edhe janë ato udhëkryqet vendimtare në jetë që aty s'ban me marrë kthesën e gabume. Aty do të me lyp udhëzimin. E tash, ky udhëzimi hyjnor për neve, që ta falim namazin, ta falim me rregull, obligativisht 17 recate në ditë, me preferencë na bëhen minimum bashkë me këto edhe 12, edhe 13 tjera, 30 recate. Edhe pastaj udhëzimi hyjnor, që brenda këtij ibadeti, në secilin recat ta këndojmë Fatihan, e në Fatihat të kërkojmë prej Allahut vazhdimisht udhëzim, të paktën 30 herë në ditë. Kjo mbasi do të ishte, përveç që është dëshmi, do të ishte edhe një, si me thonë, shtytje drejt të syçelësisë, shtytje drejt të vëmendjes tonë, që nevoja jonë për udhëzimin është permanente. Edhe kur jemi në terë, kemi nevojë për udhëzim edhe për dritë, por edhe kur jemi në dritë, kemi nevojë për dritë. Edhe kur e dim rrugën, kemi nevojë për udhëzim, për arsye se nga njerë të edhe në rrugën ka jetu shku, mirë por në moment caktuar e ke kalu shenjën e kufizimit shpejtësisë, edhe si shofer ty të shkon menja thu, more, sa jam të vozitune, a është shpejtësia e përshtatshme, apo mos e kam të i kalu. Mu më ndodhë, bujar, kjo besoj edhe ty të ndodhë që e harron sa ishte kufizimi i shpejtësisë. Dhe më thonë edhe kjo është udhëzim. E harron plot zona tjera, ta shembujt e kësaj, dhe më thonë janë të panumërt. E din një punë si bëhet, por në moment caktuar
mbase del një problem tjetër shtesë që është jashtë atij shablonit tënd të të menduarit. Edhe thonë rregullon çka punë po e di çush rregullohet, por prap me çet problem shtesë nuk e di çush rregullohet. E gjithmonë pra ke nevojë për udhëzim, gjithmonë ke nevojë për me e pyet dikant. Madje nëse dalim edhe në rrafshin e profesionalizmit, cili do të qoftë secili prej neve, pa përjashtim, sado i mrim tjetë në fushën e vet, megjithatë edhe ai ka nevojë me konsultu dikant, me thirr dikant, me marrë një mendim për arsye se nuk është se nuk e din zgjidhjen, po ndoshta i mungon siguria e mjaftueshme për me vendos vet. E si njerëz që jemi, në të vërtetë ke përmendë hapësirën e kufizume, ashtu kështu apo jo? Mirë, po si njerëz që jemi ne edhe aftësitë i kemi të kufizume. Ajo që shohim është e kufizume, ajo që dëgjojmë është e kufizume, ajo që dim, mos flasim më që është shumë e kufizume se nganjëherë ajo që dim nuk e mrin as atë që e shohim. I shohim do gjëra që ndodhin në jetë, po se dim që funksionojnë. Ashtu apo jo? E kështu që duke qenë se i kemi edhe hapësirat e kufizume, po edhe aftësitë e kufizume, atëherë nevoja jonë për me pas udhëzim edhe me shtu atë udhëzim edhe me majtë në funksion atë udhëzim është permanente, e këto në mënyrën më të mirë pastaj jo vetëm figurativisht, po edhe realisht na e dëshmon namazi në recatet e cilit do më thonë e këndojmë surën Fatiha, edhe në surën Fatiha është pikërisht theksi, realisht dietarët thonë se theksi i besimtarit gjatë këndimit të Fatihas duhet të jetë te ajeti i mesëm, pikërisht ashtu që ka përshkruar Allahu fuqiplot në hadith qudsi, kur ka thonë e kam nda namazin, dietarët thonë synimi është te Fatihaja, mes meje dhe robit tim, dhe robit tim i takon ajo që lyp, ajo që kërkon. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Krejt këto janë madhrimi i Allahut. Madhrimi i Allahut. Do të thonë gjysma e parë e Fatihas i takon Allahut. Gjysma e dytë, 3 ajetet e fundit për ihdinas siratal mustaqim i takojnë robit, se është kërkesë. E në mes saj është ajeti i mesëm, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, thotë kjo është mes meje dhe robit tim do t'i jap krejt atë që ai e kërkon. Bravo. E para që na mëson me kërku Allahu është kërkimi i udhëzimit për shkak të nevojës shumë të theksuar që e kemi për te. Padyshim. Mirë, tani dashur miq, ne do të shkputemi për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar tutje. Vazhdojmë tutje të dashur miq, është emisioni e thëna e pa thënë dhe tani është koha që të mirëpresim telefonatat tuaja, derisa do të kemi një telefonat, kemi shumë mesazhe hoxh. Thot selam aleikum, aleikum selam, a lejohet me pagu vozitjen në qoftë se nuk mundem me kalu? Bëhet fjalë për patent shofer. A lejohet me dhon provimin me pare, pa ditë, e masanej në momentin që del në trafik me kriju në aksident, me myt vetën ose me myt dikan. Pra, pyetja e zgjeruar i bie kështu. Pyetja e zgjeruar i bie çështu e tash, a lejohet që kjo kallëzon ti mu? Ani është komod me dalë para Allahut fuqiplot, edhe me thonë kevozit kërë pa ditë. Me dalë në udhkryq aty. Me dalë në udhkryq aty edhe me i marrë në qafë. Me i marrë në qafë. E nëse s'të kalon, thonë, nga regjia. Nëse s'të kalon, qysh, shef, une e dëgjojmë shpesh këto të thonë njerëzit, s'të kalon paja pik dikuj, ose paja dhon dikuj. Nuk është të vërtet që kjo. Mësot qatë shumë, sa që mos me pas mundësia i mos me të kalu. Edhe nëse thu, jas të kalon, që këna morë në lejet, që kanë morë shumica e njerëzve që vozitin sot. Aty kjo është një lloj etikete edhe për shumicën e atyre që punojnë në paragjykohen shumë. Jo, kjo është etiketim i rënë, po edhe për shumicën e neve që jemi vozitës e që dikush ka vendosur se ne kemi drejt dalim në rrugë për shkak të atyre provimeve që i kemi kaluar. Kështu që logjika e këtij unë konsideroj se nuk qëndron. Ose nëse ka kështu, le ta bëjmë ndryshimin.
nëse ka kështu ta bëjmë ndryshimin, po edhe Mos të pranojmë një gjë të tillë. Edhe tjetra, ai që s'të kalon, dihet që s'po të kalon për shkak se na gjithmonë e kishim kalu vetën. Ne kur s'kemi fajt. Ne në vetën e parë, kur s'jemi fajtor. As kur hym provim e nuk e dhom provimin, jo profesori diçka se unë jem përgatit. As kur dalim trafike, për shembull dikush na shqipton një xhob, gjithmonë polici që shqipton xhoba ka faj. Jo bro vëlla, nuk ka faj gjithmonë ai. Po menoj, na mundu me gjithë vretje, jo social media, jo këneja, ama nuk. Fajtorin gjithmonë do të me lyp të vetja. Thot, kam humbur një familjar të dashur dhe nuk po gjej qetësi. Si ta përballoj? Fillimisht dije se gjanat ndodhen me caktimin e Allahut fuqiplot. Edhe në caktimet e Allahut ka edhe gjona të mira, ka edhe gjona të pakëndshme. Për shembull, caktimi i Allahut është me të lind fëmia, po caktimi i Allahut është edhe me të dek fëmia. Me pas një familjar që e don shumë është caktimi i Allahut, edhe është mirësi, po edhe me mbet pa te, është caktimi i Allahut, por është dhimbje. Caktimet e Allahut që shkaktojnë dhimbje, duhet me pas parasysh se ato nëse i përballojmë me sabër, mërzia ose pikëllimi është i natyrshëm edhe njerëzor, edhe nuk ka logjik me i thonë dikujt mos u mërzit. Të ka vdek i afërmi, i dashuri, dhe me i thonë mos u mërzit. Nuk ka logjik. Po do të me i thonë mërzin menaxhoje me besim, me bindje, me mbështetjen Allahun fuqiplot, me askund ndoshta më shumë se këtu nuk na hyn puna e që falem më herët me lyp prej Allahut udhëzim, edhe ti lyp prej Allahut udhëzim, thuaj o Zot ma lehtëso ta përballoj këtë sprovë dhe këtë dhimbje ashtu që ti je i kënaqur. E Allahu e din që është të dhimbje. Allahu e din që ki mërzi edhe pikëllim. Mirë, po ti dosh me synu me e kap më të mirën edhe më të vlefshmën prej secilës sprovë. Pastaj humbja që i themi ne humbje në jetën tonë të kësaj bote, nuk është humbje e përjetshme. Ne jemi besimtar, ne e dim se këtu jemi përkohësisht, ndahemi për shkak se nuk kemi ardhur të gjithë për një ditë në këtë jetë, edhe nuk dalim për një ditë të gjithë prej kësaj dunjaje. Kështu që çdo ndamje e kësaj natyre, ata që mbesin gjallë, ata e përballojnë me mërzi dhe me pikëllim. Mirë po, ekziston një botë tjetër në cilën do të takojmë sërish. Edhe shpresojmë që ta përjetojmë shpërblimin. Kështu na thot udhëzimi për këto lloj sprovash. Sakt. Thot mesazhi i radhës, ndihem vazhdimisht fajtor për të kaluarën, si ta gjej qetësinë. Të ndihesh fajtor për këtë folet pak në pjesën e parë. Po. Të ndihesh fajtor është gjë e mirë, por nuk do të leju që ajo të shndrohet në barë e cila s'ka me të lënë me qit hapat më të tjeshën. Duhet të ndihesh fajtor deri në nivelin që të shtyn me mendu qysh me ndryshu, qysh me u përmirësu, qysh me rregullu jetën. Deri në nivelin që të shtyn ndihesh fajtor, për shembull ndihemon fajtor për një gest që e kam bën në raport me ty edhe mbren ajo, kjo duhet të mbrej deri në nivelin që unë vi edhe të kërkoj falje, edhe të them bujar, të lutem më fal se kam gabu, s'po nije mirë, s'po bëjmë rahat, edhe në një farë mënyre për te i kësaj do të me vazhdu ka qaj pozitivitet të cilin e synojmë. Ka qaj përmirësim i cili përveç që është i mund shumë, kemi shumë nevoj për te. Pra, ajo ndjenja e fajsis për të kaluarën do të me ushëndru në pozitivitet. Nëse bëhet barë e të shkakton stagnim, zotin arrujt depresion, atëherë ai faktikisht nuk është e ndjenja e fajsis të cilën Islami synon që ta kemi, por është diçka që ndoshta mund të na nxji jetën. Islami thjesht kur promovonte secili prej neve, mos të them ndjenjen e fajsis, po më mirë të themi atë gatishmërinë e vetë qortimet, edhe vetë kritikës. Islami mbrapa kësaj e ka vetëm një synim, jo me t'i humbë shpresat prej shpëtimit, ose me t'i humbë shpresat prej mëshirës së Allahut edhe prej faljes së tij. Po, veç për me ta mundësu që ti me u përmirësu dhe me u ngrit në atë nivelin që Zoti me kon i kënaqur me ty. E Zoti nuk e ka bë kusht me kon i kënaqur me ty që ti t'jesh i pagabushëm, se sikur ti ishte kështu, asnjëri prej neve s'do ta arrinte kënaqësinë e Allahut, po Zoti e ka bë kusht që ti t'jesh
edhe kur gabon, t'jesh i kthyeshëm, edhe të mos jesh insistues në gabim. Vazhdoj me pyetjen tjetër, thot jemi të zënë me punë tërë ditën, s'kemi kohë për fëmijët tanë. Çka duhet me bo se s'po i shohim fëmijët tuaj u rrit? Unë menoj që gabimi më i madh është me të kalu koha pa i pa fëmijët të u rrit. Bënja pyetjen vetës, pse po punon? Për çka je të punu? Sigurisht si je të punu për vete, sidomos njeriu ai i cili ka fëmijë, ai krejt çka bën e ka për një investim për të ardhmen e aty në fëmijëve. E qysh po don me punu edhe me kriju kushte materiale për jetesë të mirë, ndërsa ti nuk ishe të rrit. Po mendoj është eron kjo me thonë s'po i shoh fëmijët të rrit. Eron si gjendje, jo si pranim i fajit. Faji është dorën zemër. Mirë, vazhdojmë tani me një telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një dy pyetje hoxha. Po? Pron ka ndodhur të ordën jemi konë me burë me ka dorë pa prit një qani vogël. Nështë edhe kam i dikosh për na e kemi shkina në funi kerit krejtë dhe jemi këty apet e kemi qyra e kemi shkelna. Adena është gjallë për ju, si shkon. Edhe burri unë i ke keq, edhe unë i ta keq në fakt edhe adena se shkel di kam pa që dhe ma ki gjëna. Pra ju e keni godit, apo? Po, e kemi shki bashkë shto në fërë, o konë mrami, o konë dura dhejtë natës, se kemi posa i shumë i vogël. E qartë, faleminderit. Edhe një tjetër nëse ban? Po? Kur je për shembull e sprovume edhe na herë të shprovosh. Edhe po zot pse dhe shembull veçon për shembull këtë mirat i kanë dikosh unë si kam çto të mira. Për shembull unë jam e sprovume për fëmijë, edhe kur një rast për shembull që ka dikosh fëmijë ose nuk e di pse kam një ndjesi, tham pse veçon dhe po ndodh të unë dhe shpruna me një fjalë. Edhe do me thonë a bajgjë na e hizroj zotin që unë na herë në shave qavje një na kesh. E qartë. E që kjo është pyetja, selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Po e kanë goditur një qenë. Këto e në gjonat që ndodhin edhe të thuash ndihem keq është gjë e mirë. Do të ndihesh keq për diçka e pakëndshme që ka ndodhur, mendoj se kjo është dëshmi e njerëzillëkut që e kemi, elhamdulillah, po ajo keqardhja pastaj do ta ketë një kufi. Çka muj me bë më shumë? S'muj me e kthy në jetë atë krijesë cilën e kam godit. Ajo pyetja e dytë, sprova dhe dëshprimi me. Është e vërtetë që njeriu kur sprovohet mendon nga njëherë se është i sprovuari vetëm në krejt jetën, krejt ekzistencën. Ti ishe njerëzit të u knaq, ndërsa ti vun. Është gabim të mendosh kështu për arsye se nuk je ti vetëm i sprovum, po secili sprovohet në mënyrën e vet. Edhe ne i shohim njerëzit duke u knaq, po si shohim duke vujt, se dhe ata vujnë nga njerë, dhe ata e kanë një dëshirë të paplotësume. E tash të rasti, për shembull, je sprovu, nuk ka dhënë Allahu fëmijë, ishe tjerë të u knaq me fëmijë, kur gjo të keqe s'ka ti me dëshiru me pas fëmijë. Madje, konsideroj se nuk ka kur gjo të keqe edhe nëse të vjen me qajt për këtë punë. S'ka kur gjo të keqe. Por me u dëshpru mos u dëshpra. Për Zotin mos me ndo keq. Edhe kur të vinë ndjenjat e këtilla, shfrytëzoj çat gjendjen tonë shpirtërore, e cila është, si më thonë, është ma e thyme, është ma larg arrogancës, ma larg shpërfilljes, shkujdesit. Shfrytëzoj çat gjendje edhe lyp prej Allahut fuqiplot. Tash jemi të folë për fëmijët. Prindi që ka fëmijë e din për shembull që nuk është çdo dëshirë e fëmijës për me u plotësu. Apo jo, çdo kërkesë, s'do të më plotësu. Mirë po fëmia kur din me i lyp gjanat, nganjëherë edhe përkundër dëshirës së prindit e merr ato që don. Pse? Veçanërisht me çajt, me ushkarravit edhe prindi ja përmbush dëshiran. Ne duhet të çajmë për me atë dëshmu Allahut se sa po e dojmë një gjë, sa me ngulm po e kërkojmë.
prap ka me ndodha e që Allah i madhruar dan, nuk do të ndodhë diçka tjetër. Mirë po për ty menoj se për ty e për mu e për se cilin, gjithsesi. Nuk ka derë në cilën duhet të trokasim ma shumë, ma me ngulm, edhe ma shpesh se sa dera Allah të fuqi plot. Nuk e dim që ka kalon Allah për neve nesër. Shumë lidhet kjo temë me atë që folëm më herë. Pa pikë dyshime. Mos e haro dhe një gja, nuk po du që kjo të konsiderohet se unë po flasë për standard, si jam të folë për standard. Vesh ka nana dhe babalar, që ndoshta do të dëshiranin, si kur Allah të mos ju kishë dhonë fëmi. Ndoshta tinglon e vrasht është, edhe tinglon e pabesueshme, me gjithë atë ne po jetojmë një kohë kur këto gjona ndoshta në bazë ditore dëgjojmë për to. E tash në këtë rast i thu vetës, është një lloj ngushëllime. I thu vetës, elhamdulillah qas. Jam rahat bilen. Në çdo aspekt nuk jam e sprovume me begatinë e Allahut. Ti je e privume prej begatisë edhe është sprov. Mirë po me të dhonë Allahu begatin, e mos me shiju përkundrazi me të bo gazep, me të bo vujtje, atër kjo ndoshta do t'ishte edhe ma e ranë. Nuk jem të folë në emën të Allahut, gjithsesi mos keq kuptohemi, si jam unë ai i cili deshifroj këto punë, pse Zoti dikujt i jep fëmijë, dikujt nuk i jep. Mirë po kam dëshirë si nga pozicioni i këshilluesit. Me i dhonë të gjithëve sabër e gajret, edhe me i dhonë një farë mënyre ato udhëzim i cili na mungon qysh me e trajtu sprovën edhe qysh me vujt prej sprovës me nxjerr një përfitim më të mirin që Allahu i madhruar gjithsesi e kalon në secilën sprovë. Dhe si e fundi do ta lexoj një mesazh që po lidhet me këtë temë, thotë kur jam nervoz, po i flas keq prindit. A merret kjo si mëkat? Po çush jo. Prindit me i fol keq, ndash kur je nervoz, ndash kur si je nervoz, ndash kur duket se ki arsye, ndash kur duket se s'ki arsye, gjithmonë është mëkat, gjithmonë është vepër e keqe. Andaj në këtë rast e ki një obligim të dyfisht. E ki obligimin e parë me i kërku falje Allahut, se Allahut ta ka ndalu me usjella ashtu me prindin, dhe obligimi i dytë është që ti prindit me i kërku falje deri të pajtojsh. Deri të thot nana ose baba, hajt birë se s'ka gajle, se do më thonë, se ke pas me qëllim të keq ose kështu me radhë. E marrëm një telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për të hoxhën, Po, edhe për juve në studio. Unë e deshta me jabu hoxhës një pyetje. cila është pyetja? Pyetja është për nanën teme, ajo nuk ka qenë namazlitje rregullisht, ama është falë. Do me thoni ka ra Allah të seqte. Nuk ka që së falë. A mundet Allahu, do me thonë me një namaz, jo, ajo ka falë ma shumë namaze, po edhe me më shiru në atë aspekt, mësë me ndëshku. Sa i gjithpusi është na nuk dina atyre. Apo më kupton qysh? Qartë. Edhe pyetja e dytë është, do me thonë, a është e lejuar me vesh një femën pantolona? A është, do me thonë, dikun a shkru në Kur'an, apo veç e kanë fetfa kështu, hoxhallartë, po japin me zveti? Edhe nikabi a është obligim, sepse unë, do me thonë, kom lexu, edhe kom dëgju, që do me thonë, duhet femna me mbulu fytyrën e sajna. Kuptuam. Faleminderit. Ju përshëndes, selam aleikum, Allahu ju rujt. Aleikum selam. Pra, a do të mëshiroj Allahu nënën e cila... Shpresojmë që po. Një person i cili e ka njoftë Allahun, edhe e ka adhuru Allahun, ani pse me ngecje, po me gjithat e shpresojmë që atë që ka po, Allahu të mos ja çojë poshtë. Ama qysh e trajton Allahu, ajo është edhe i gjithë mëshirshëm, po është edhe i drejtë. Partja e pantolonave tek femrat. Do të kuptu se mbulesa e femrës nuk lidhet me brengën, a lejohet me vesh pantolona apo jo, po sa duhet jetë trupi i saj i mbuluar dhe si. Kështu që nëse veshja e sipërme është e gjatë, ajo pastaj nënte bën me vesh pantalona, do më thonë, pantalona që veshin femrat gjana, jo pantalona që vizatojnë edhe përshkruajnë trupin. Ndërsa veshja vetëm e pantalonave kështu, pa e zgjatë veshjen e sipërme, une nuk më thonë që është e lejuar.
Dhe nikabi është obligim? Nikabi është temë e debatume historikisht gjatë edhe me qëndrime të ndryshme, kështu që jemi, përveç që jemi në fond të emisionit e kemi të i kalu kohën, edhe nuk e kemi komoditetin me e trajtu, do më thonë, obligueshmërinë ose jo. Megjithatë, debati është evident. Faleminderit shumë. Faleminderit të ty. Të dashur miq, kaq person të faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.